çfarë pasojë dhe dënimi ka imoraliteti? Immoraliteti është një nga mëkatet e mëdha. Në këtë botë mund të shkaktoj varfëri, stres, pikëllim, smundje shpirtërore, psikologjike, mungesë rahatije, qetësie, me fjalë, probleme nga më ndryshmet, pra dënime që i vijnë imoralit në këtë botë ose imorales në jetën e varet ka pasoja gjithashtu. Allahu subhanahu wa ta'ala thotë në Kur'an: "Innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu lahum 'adhabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Vërtet ata që dëshirojnë që të përhapen punët e turpshme tek besimtarët do të kenë dënim të dhimbshëm në këtë botë dhe në botën tjetër. Allahu di dhe ju nuk dini. Nëse ky është dënimi i atyre që dëshirojnë që të përhapen veprat e turpshme, atëherë cili në këtë botë dhe në ahiret kanë dënim thotë në këtë botë, dënim të dhimbshëm në këtë botë. Sprova, po ka edhe në dispozita që lidhen me këtë pjesë. Pra, nëse ky është dënimi i atyre që dëshirojnë, po i atyre që përhapin shpifje të kësaj natyre, po i atyre që e konsumojnë veprat e këqija që lidhen me moralin, dënimi i tyre ka qenë shumë i rëndë. Allahu na ruaj. Gjithashtu, profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadith: "Idha dhahara az-zina war-riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim 'iqab Allah." Nëse përhapet kamata, huat me fajde, me interes, shën dhe kredit me fajde, me interes, huat bankare me interes, me fajde, apo depozitimi parave në bank me interes, me fajde, dhe imoraliteti. Nëse përhapet kamata dhe imoraliteti thot në një qytet, në një vend, atëherë ata bëhen shkak që ti përfshi dënimi i Allahut. E ti kap dënimi i Allahut, dënime nga më ndryshme. Allahu lartësuar na ruaj. Mund të jetë një smundje e rëndë, mund të jetë një smundje epidemike, mund të jetë një katastrofë, mund të jetë shtrejtim çmimesh, mund të jetë varfëri. Pra pasojë nga më të ndryshmet. Gjithashtu ka dënim dhe në jetën e varet imoraliteti. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka parë një ëndër dënimet e disa gjunaqtarëve në jetën e varrit. Dhe ndër dënimet që ka parë është dënimi i moralëve dhe imoraleve. Ka parë profeti sallallahu alaihi wasallam që kishte burra dhe gra lakuriq në një vend në formë furre ku ndizej zjarr. Edhe sa herë që shpërthente flaka e zjarrit, ata ngjiteshin lart. Kur binte, binin poshtë dhe lëshonin britma dhe klithma të tmerrshme. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka pyetur se cilët janë këta dhe i kanë treguar dy me lajket që e shoqëronin në këtë ëndër. Ëndrat e profetëve janë të vërteta, pra kjo është pjesë e mesazhit realisht. Allahu në ka dashur ja treguar dënimin e imoralëve dhe imoraleve në jetën e varrit. Allahu i lartësuar na ruaj, pra ky është dënimi i tyre, pra dënimi i imoralëve dhe imoraleve. Gjithashtu në një hadith tjetër profeti ka parë, gjithashtu në një ëndër tjetër, dënimi që do të kenë jetën e varrit, imoralët dhe imoralet, pra ka parë njerëz që kishin trupin shumë të fryrë, dhe u vinte një erë shumë e rëndë, si era më e keqe e fekaleve, dhe ka pyetur se kush janë këta dhe i është thënë që këta janë imoralë dhe imoralet. Dënim shumë i rëndë. Por imoraliteti është edhe një nga ato gjunahet të mëdha që çon në zjarrin e xhenemit. Pasi Allahu i lartësuar domthonë ka përmendur kështu në Kur'an, ka thënë: "Wala yaznun, wa man yaf'al dhalika yalqa athama, yudha'af lahu al'adhabu yawm al-qiyamah wa yakhlud fihi muhana." Nga ajetet kuptohet me fjalë se ruajtja e nderit dhe largimi nga imoraliteti është një nga cilësitë e banorëve të xhenetit. Po nga ana tjetër, imoraliteti është një nga ato veprat e këqija që çon në zjarrin e xhenemit, që bëhet sebeb që njeriu të vuajë dënim në xhehenem. Prandaj njeriu që karon imoralitet duhet bëj tobe, duhet bëj kthesë, kërkoj falje Allahut, se nëse bën tobe, bën kthesë, Allahu i lartësuar e fal. E pranon Allahu i lartësuar.